Për të kuptuar të vërtetën e hidhur të drejtësisë shqiptare ndaj krimit më të rënd politik në Shqipëri, që është 21 janari, mjafton fletëhirje sot me SPAK. Ajo që duhet të ishte nisur drejt Sali Berishës më 21 janar 2011 në mbrëmje, ka arritur në shtëpinë e Sali Berishës më 10 nëntor 2025, gati 15 vite me vonesë. Nuk ka asnjë vend në botë që një kryeministër të ketë vrarë 4 qytetarë dhe për gati 15 vite të mos guxojnë as ta pyesin, po e theksoj që nuk kanë guxuar as ta pyesin. Vetë këta prokurorët e SPAK që i ka zënë halli t'i dërgojnë letër sot, kanë bërë disa vite luftë në gjykatën e lartë të mos e marrin këtë çështje në hetim dhe pasi e kanë marrë, kanë po aq vite që po mendohen çfarë të bëjnë. Ndërkohë të njëjtit kanë thyer çdo procedurë penale dhe të drejta kushtetuese të qytetarëve në hetim, qofshin këta zyrtar të lartë apo qytetar të thjeshtë, për të treguar se ligji është mbi të gjithë përveç Sali Berishës. Sidoqoftë, më në fund ftesa mbriti pas 15 vitesh dhe ata tani janë më mësiklet se sa vetë Berisha që do t'u duhet tha pyesin. Shumica e tyre kanë qenë prokuror më 21 janar, kur shokët e tyre Sali Berisha i zbonte si qen nga oborri i kryeministrisë, duke mos i lënë të dokumentonin provat, u hiqte derën e hekurit të oborrit të qeverisë në sytë tyre dhe nuk i linte ta dokumentonin, shkonin trokisnin gjithë natën tek dera e gardës, tu dorëzonte serverin e kryeministrisë dhe roja u thoshte ikni hani ndonjë paçe sa të gdhijet se nuk ua japim. Dhe me sa duket, poshtrimi që Sali Berisha u ka bërë ato ditë përfshi dhe sulmin brutal mbi kryeprokuroran Ina Rama me gjuhën e një banditi, i ka bërë që të mos u dal frika ende. 21 janari nuk është ndonjë krim që ka nevojë për hetim. Ato janë vrasjet më të filmuara në botë, pasi janë kryer live. E vetmja gjë që duhet dokumentuar ishin provat e krimit dhe deklaratat e kryeministrit që e shmangu hetimin duke shantazhuar prokurorinë dhe gazetarët. Prova e parë është deklarata e orës 19:30 datës 21 janar, ku Sali Berisha akuzoi se protestuesit i kishte vrarë opozita, me njerëz të futur me saj, me çadra pistole dhe thika me helm. Kjo deklaratë pasoi skenimin e 2 deklaratave nga 2 mjek afër Partisë Demokratike të Spitalit Ushtarak, të cilët mbështetën këtë version të ngjarjes. Prova e dytë është mbasditja e 22 janarit, kur Berisha ka urdhëruar policinë dhe më pas e ka mbrojtur publikisht këtë urdhër, që të mos dorëzonte në prokurori 6 gardistët e akuzuar për vrasje. Ky është një akt zyrtar. Kryeministri asaj kohe mori përsipër personalisht të pengonte drejtësinë duke komentuar kërkesën e prokurorisë si një sken për zimin e qeverisë, pasi do t'i ikte zinxhiri komandues i gardës. Prova e tretë është më e ndyrë, pasi synon të inkriminoi dhe varësit që ka urdhëruar të kryejnë krimin e prishjes së provave. Sali Berisha nuk i dorëzoi prokurorisë filmimet e serverit kryeministrisë që kishte të arkivuara pamjet brenda territorit të godinës për të gjitha ngjarjet asaj dite. Ai ka urdhëruar fshirjen e tyre në mesnatën e 21 janarit duke u gdhyer 22 janari dhe me 23 janar në një takim me krerët e policisë dhe gardës, ka gënjur publikisht duke deklaruar se filmimet e serverit kryeministrisë ndodheshin aty dhe që Gjergj Lezha, në atë kohë sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, mund t'ia dorëzonte prokurorisë. Pra, me vetdijet plot ka krijuar një alibi pas zhdukjes së provave, duke lënë sot penalizimin mbi Gjergj Lezhën. Tani Gjergj Lezha ose duhet pranoj deklaratën e Berishës me 23 janar që serverin e ka ai dhe ta dorëzoj, ose duhet pranoj se është urdhëruar ta zhduk në mesnat sipas ekspertizës amerikane dhe të nxjerrë Berishën manipulator. Këto janë prova publike që nuk ka nevojë as për hetim, as për SPAK, as për gjykat. Thjesht duhen certifikuar. Nuk di s'mund të ketë bërë SPAK që mendon kaq gjatë, por ndoshta po përpiqet të nxjerrë frikën vetas nga Berisha që e ka marrë të pandehuar për një çështje korrupsionit kapjes shtetit, më shumë për ta viktimizuar dhe heroizuar se sa për ta ndëshkuar, dhe ka lënë të qetë për një krim që meriton të gjykohet çdo politikan në botë. Tani të presim deri të premte, kur ta thërrasin pas 15 vitesh hezitimi dhe frike. Me shpresë se u ka dalë së paku friga, që së paku ta pyesin, pse i vrave ata njerëz të paramatosur, të pafuqishëm, të pambrojtur dhe të parezikshëm për askënd.